Në 9 dhe 10 tetor, Shqipëria është vendi mikpritës i konferencës së tretë të mbrojtjes kibernetike të NATO-s, ku lider, ekspert dhe përfaqësues të lartë nga vendet anëtare dhe partnerët të aleancës do të shkëmbejnë njohuri, forcojnë bashkëpunimin dhe ndërtojnë strategji që synojnë mbrojtjen kolektive përballë kërcënimeve gjithnjë në ndryshim në hapësirën kibernetike. Gjatë fjalës hapëse, drejtori i përgjithshëm i Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Kibernetike, Ikli Tafa, u shpreh se siguria kibernetike është kthyer në një ndër sfidat më përcaktuese të epokës moderne. Siguria kibernetike duket që është një nga sfidat më të rëndësishme të epokës sonë. Nuk është thjesht një çështje teknike, por është një gur themeli i sovranitetit kombëtar, një përgjegjësi që ndajmë të gjithë dhe vlerat demokratike. Gjatë viteve të fundit është bërë gjithnjë e më e dukshme që mbrojtja kibernetike nuk është thjesht një gjë e ndarë nga mbrojtja e një vendi. Ndërkohë, kryeministri Edi Rama theksoi se Shqipëria ka përmirësuar ndjeshëm sigurinë e saj kibernetike, por duhet të nxitet edhe më tepër bashkëpunimi me sektorin privat. Kur vjen fjala për infrastrukturën tonë shtetërore, qoftë kjo digjitale a fizike, e përsëris me krenari jemi mes më të mirëve. Kjo sepse mahamendja kemi qenë mes të parëve fare që kombinuan mbrojtjen kibernetike me inteligjencën artificiale. Kemi një prej mureve mbrojtëse më të mira kibernetike mes vendeve të NATO-s. U bëm nga të parat vende që nuk kishin sportele për të ofruar shërbimet dhe i sollëm 95% të këtyre shërbimeve në xhepat e qytetarëve. Në një video mesazh për Tiranën, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte u shpreh se në Belgjik po krijohet një qendër integruar e kibernetikës për të përmirësuar koordinimin në rast sulmesh kibernetike. Ky forum në Tiranë është një forum i jashtëzakonshëm për të ndarë ekspertizën, praktikat më të mira njohurituara. NATO-ja është një aleancë vlerash të përbashkëta dhe të vazhdojmë të promovojmë një reagim të bazuar në norma e të menjëhershëm në hapësirën kibernetike. Në NATO askush nuk qëndron i vetëm, të gjithë qëndrojmë së bashku në këtë epokë digjitale kundër çdo kujt që kërkon të na dëmtojë. Në Belgjik ne po ngrem një qendër integruar të kibernetikës në NATO dhe natyrisht kjo do të informoj të gjithë komandat e NATO-s për kërcënimet e rreziqet në hapësirën kibernetike. Nga ana tjetër, sipas Jean Charles, ndihmës sekretari i përgjithshëm i NATO-s për inovacionin dhe kibernetikën, vendet e aleancës duhet të rrisin fondet për mbrojtjen kibernetike. Në konfliktin modern, ne nuk flasim vetëm për fuqinë ushtarake, por edhe për fuqinë digjitale. Pra kjo është një sfidë, por edhe një mundësi. Pra ne duhet të mendojmë se çfarë do të na duhet për të fituar në luftë. Pra që na duhen jo vetëm rrugët e duhura, por edhe teknologjia e duhur. Një punë shumë më e madhe për rezistencën që duhet të ketë infrastruktura jonë digjitale, lëvizshmëria jonë në porte, në hekurudha, për të mundur për të lëvizur të gjithë personelin tonë ushtarak apo civil në këto korridor. Ai tha se disa nga sfidat me të cilat përballet aleanca sot janë akreditimi dhe prokurime të gjata.